Ndonjëherë ajo që të gjithë ne kërkojmë në jetë është vetëm një person që të investoj besim të madh tek ne. Në fakt, gjithçka është psikologjike dhe nëse ke psikologjinë e lartë me vete, mund të kalosh muret e ngritura imagjinar që më parë ishin të pamundura për të shkuar edhe afër tyre, për t'i prekur ato dhe jo më për t'i kapërcyer. Nëse do të flasim pozitivisht për Kristian Aslanin në këtë moment, pas një barazimi me shije humbje ndaj Serbisë dhe një barazimi tjetër me shije humbje me Letonin, të gjithë do të reagonin. Po vazhdoni me paralla, çfarë na duhet Aslanit e Inderi kur nuk na ndihmoi me Shqipërinë? Në fakt, këtu qëndron edhe ndryshimi, sepse Kristian Aslani me Çivun është një tjetër nivel nga Kristian Aslani i Inzagit, dhe në ndeshjet e qershorit ne kemi parë Kristian Aslanin e Inzagit, të Çivus do ta shohim në shtator. Por çfarë ka ndodhur? Frika e madhe, presioni i ardhur nga Inzagi dhe mungesa e besimit nga trajneri bëri që Kristian Aslani të bënte shumë pa pas në karrierë dhe të humbte shumë pikë mes vlerave të tij. Tifozët e Interit nuk e donin më, gabimet e njëpasjeshme dhe valixhet ishin gjithmonë gati. Të vetmit që e besuan deri në fund ishin drejtuesit. Por mos të harrojmë se si shkoi Aslani te Interi në një moshë fare të vogël dhe deklarata e tij e parë ishte nga Lukaku. Është 20 vjeç, por më habit sepse mendon si një 30 vjeçar në fushë. Dhe nëse Lukaku mund të flasi për qartë, atëherë kemi rastin tjetër, Di Marcon. Në ndeshjet e para që Aslani po luante me Interin në miqësoret përgatitore para sezonit, Di Marco i kërkoi lojtarëve të tjerë që të largoheshin nga topi, sepse goditjen e dënimit duhej ta gjuante Kristian Aslani, një lojtar i ri, i vogël, i sapo ardhur, dhe Di Marco kërkonte nga shokët e ekipit që t'ia lidhin topin Aslanit, dhe pasi shkëlqeu në ato miqësore, Inzaghi nuk e aktivizoi më kurrë në kampionat, uli në stol mungesëve të besimi për të mbritur të ajo humbje rasti e pastër ndaj Barcelonës në Champions League, dhe pjesa tjetër është histori. Madje thuhet se sa herë që Kristian Aslani pasonte topin në kohën e Inzaghit, e hidhte gjithmonë një shikim mes frikës nga trajneri se si do të reagonte. Në një situatë ngjashme ishte edhe Granit Xhaka te Arsenali para disa vitesh. Madje në një ndeshje, tifozët e vërshëlluan duke kërkuar largimin e tij, shumë më keq se Aslani, por më pas, me performancat fantastike të zhvilluara, u kthye dashuria për të, dhe Çivu duket se do ta kthejë Kristian Aslanin në një rast të ngjashëm me Granit Xhakën. 3 ndeshje ka zhvilluar Aslani titular në 3 ndeshjet e zhvilluara të Interit në botrorin e klubeve, që mori vendin e parë në grup. Dje kundër River Plate-it në fitoren 2-0, Aslani luajti për 90 minuta dhe shkëlqeu në fushë. Çivu nuk e hoqi në asnjë moment. Madje edhe kur hyri italiani i madh i Dinamo Zagrebit, Susic, Çivu hoqi barelën dhe la Aslanin në fushë. Aslani ishte lojtari që krijoi më shumë raste në ndeshjen e djeshme Inter River Plate, 4 raste të pastra për shokët e ekipit. Gjithashtu Aslani prodhoi të 2 golat e Interit. Aksionet e golit u nisën nga këmba e shqiptarit. Në aksionin e parë i dha topin Susic, ky i fundit pasoi te Esposito që shënoi golin, ndërsa në golin e dytë Aslani asistoi për bastonin. Paruar faktin që Inter River Plate ka qenë dje me tempin e një ndeshje Brazil-Argentinë, 90 minuta vrapim, 90 minuta luft, 90 minuta ndërhyrje, 90 minuta duele fizike dhe intensitet që ishte i çmendur. Aslani e mbati këtë nivel duke shkëlqyer, nuk po kthehej me topin mbrapa. Gjithmonë gjente korridorin për ta nisur aksionin përpara, nuk ishte i mërzitshëm dhe po i hynte dueleve fizike duke i fituar ato. Pikërisht aty ku Aslani ka pikën e tij më të dobët. Para disa kohësh, në mediat italiane thuhej se Ricci i Torinos do të bliej nga Interi për të hequr qafe Aslanin. Sot mediat italiane thonë se Kristian Aslani Çivu është shumë më lart se çdo lloj Ricci dhe niveli tjetër të këtij lojtari. Madje Calcio Mercato, media e njohur italiane, shkoi edhe më larg, duke thënë se tani Interi mund ta heqë pa shumë dhimbje koke Çalhanoglun te Galatasaray, pasi Aslani po e zvendçonte njësisht, ndërsa ka edhe një tjetër opsion. Susic, një Inter i ri i krijuar nga Çivu. Ne kishim thënë, fitoria e parë e një trajneri nga i paraardhës nuk vjen nga rezultati, por nga transformimi i një lojtari që dikur ka qenë ije dhe duket se Çivu ka zgjedhur pikërisht Kristian Aslanin. Të gjithë kërkojmë në jetë një Çivu, një njeri të tillë për të zhbllokuar aftësitë tona dhe për të na ngritur vetbesimin në një pikë të tillë sa ndoshta nuk do të njohim më as veten.
Aslani nuk po njihet më në fushën e blert, është Aslani Çivus, jo Aslani i Inzagit.